ta shtrita, apo kanë respekt për të më shumë? U hup lezeti, u hup rahmeti. Pak e hiçka. Shumë pak e hiçka rahmet edhe lezet. Të respektë kërkushi sëtë. Orë ku he kiqe. Mos e me dhe mësë për pleqë, së pone dhe, thash të shonë së më vjene e di. Unë e plok jam 73 vjeti këm lja. Po, njëherë për bërë qopë dhe është mirë. Po. Shpresoj që keni pas jetë gjatë e shëndet. E kështu a mani pula, diçka prej kafshve? 47 cypa i kam pula, kret kula gusa është zëgjë kret. Apo? A, një mirë shumë. Apo mund është me i mbajt? A të ndihmon dikush? Po e për këtë shpen, për një që të hongër, shka ko me një muvish një qirë. E qa po punan tash? Qa i të punu? Një pave mi mesava? Një djollë ma ko vojzë, ma 4 qika. Tane jam të jabo, dhe gjimpirin e ku maru, po të pashpanter. Po, shumë mirë. Ti për mirë. Apo i veshin hala këto? Po, nuk i veshin, po tash ju këthy propas, se ju si veshin, që kjo koma është. Ani, cili është një mesazh për gjithë të rinjt, për ata që po e praktisin fshatin? Unë për vetën tem, për ditë më thujnë qikat, për ditë më thujnë djemë, për ditë më thujnë grotë. Hajde, me ne 2 javë, duke si 2 vjetë. Se kush e ka pi ujtë që atje, që të më përqehutohen, pa që është. Unë të falenderoj shumë, ishte kënaqësi, faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit edhe në ty.